Lini është i vetmi fshat në të gjithë Shqipërinë që është në breg të liçenit. Shqipëria ka liçene, ka dete, por nuk ka asnjë qytet ose asnjë fshat, siç i shihni shpesh në Itali, në Greqi, në Kroaci që janë në det, edhe në Malzi. Shiheni, është i vetmi ku shtëpitë kanë një hyrje përpara nga rruga dhe daljen mbrapa nga liçeni. Pra secili ka dy dyer, derën e parë dhe derën e mbrapme që është derë varke. Po të shikoni këtu është edhe më spektakolare, varka ka hyrë deri brenda. Pra kanë edhe atë që quhet moli personal, shive si hyn varka midis dy shtëpive dhe çdo shtëpi ka pjesën përpara për të lëvizur me vark. Pra Lini është i vetmi, po them, fshat që ka daljen liçen, Zogaj, Shiroka kanë shëtitore përpara, Lini ka pjesën e varkave. Dhe shive si është, duhet jetë i vetmi fshat në Shqipëri që ka dy poste parkimi, një për makinën nga dera para edhe një për varkën nga dera mbrapa. Shive si ka. Parkimi varkës këtu dhe makina e parkuar në anën tjetër.